profeti jon sallallahu alaihi wasallam, paqja e Zotit qoftë me të, çfarë thot? Thot në hadith, kur të mërzitesh thot kur hidhrohesh, nëse je në këmbë ulur thot, me parandalu të keqe, mos me marr veprim, mos me bë veprim. Nëse je ulur thot shtriu thot. Nëse ke mundësi merr avdes thot, sepse avdesi është ujë dhe fik zjarrin e shejtanit mallum që qarkullon në prejnët e gjarë. Fali 2 rekate dhe qetësohu thot për hatër të Zotit xheleshanu. E shkëputur nga njerëzit të lidhur me Allahun xheleshanu. A ka më bukur subhanallah? Ma e men vllajim se gjithë na ndodh në një situatë që mërzitemi, nëse je në komul, nëse je ulshtriu, nëse thot ke mundësi direkt shko ke abdesi, merr abdes, fike zjarrin e shejtanit me ujë të freskët edhe falu për Allahun xheleshanu 2 rekat që të qetësohesh. Dhe merri gjërat me qetësi. Nëse ke mundësi kur të ndodh një situatë që mërzitesh, konsultohu me njëri të mirë, të mençur turp, me njëri që të jep imenie tamam, që ta din ty atë jetën tënde, të kupton ty edhe ta jep imenie tamam si vëlla. Më ka ndodhur jo një herë, por shumë raste vallahi shumë raste. Nuk e them për Zotin, po e them për realitet, jo për tregu diçka, vallahi bilal. Dhe më ka ndodhur që tjetri ka dash me bëj një veprim katastrofik. Jo, po ki frikë Zotit, mos e ke i familje të mrekullueshme. Po e ke i familje të mrekullueshme, ke fëmijë të mrekullueshëm, ke nuse. Ti ka thonë Allahu gjithë të mira. Çaj të bëu